Ky emision përmban vendosje të produkteve. Do bëjmë tagliatelle, ose do përgatisim me karkalecat freskët, pomodorini ose tomatina, një kungull, hudra, borzilok i freskët, piper i zi, vaj ulliri, si zakonisht se unë fakt në shtëpi gjithmonë gati me vaj ulliri. Shmë e shëndetshme. Shmë e shëndetshme, më i mirë, më i shishë. A nuk trosh. Jo, po dhe. Jo, hati brumna se nuk trash. E qa me bo tash për na ikona. Apo ja fillojmë se vakti drekës. Po, valla. Ndrojmë venet me? Ndrosh, po të me të qiru shto. Po bëj gati kungulleshkën. Ose kungullin. Lezet me kënë kungulleshkë. Shumë interesant. Po i pres... Unë po t'i pres në dysh, e Po, në dysh. Në dysh, zakonisht mundesh ose do më thonë mund t'i hedhësh pa i prerë, sepse këto e lëshojnë vetë lëngur, por për të dhënë më shumë lëng, më mirë me i prerë në gjysëm. Edhe kungullin e presim kështu, që t'na bëhet sa më shpejt. Shtë vëri që atje. Ndërkohë, do më thonë që ne përgatitemi për salcën. Ujin e kemi... E kom qiton e mu vlu. Po dhe... Kështë që po punoj edhe në vlu. Këto i presim në kuba jo shumë të trasha që të bëhen shpejt, por edhe kur t'i skuqim nuk është se do t'i nxjim të i skuq, po do i lejmë pak të forta që mos t'i hiki shia. Mënyra e përgatitjes të recetave, në fakt, kjo është e mirë që dhe nuk merr shumë kohë. Jo, është shumë e thjeshtë edhe kjo për të përgatitur, por mënyrën gjithmonë të përgatitjes unë e bëj në mënyrën time. Domethënë, mund t'i hedh edhe gjëra që mua më pëlqejnë. Do reala apo? Po, bëj gjitha sepse kemi 300 gram tagliatelle edhe sa më shumë domate të ketë, aq më e shishme. Shumë duken si qeshia. Mendoj që kunguj ndoshta janë tamam, po. A i bëjshit që në Shqipni, a i këni bo kështu qeshia si vath? Po si janë. Duesh me premtu që këtë recetë në një rëstive, kur vi unë ke ty... Unë e kam pregadit. Duesh me... A ke pregadit dhe s'm ke ftu? Se kon këto, je kon Itali. Si më interesant, është dasht me më ftu. S'ke... Nuk e di, nuk jam shumë e sigur. E kam pregadit për iftar. A me lën kaq uj është gati, ndërko që është uj gati. Këto i lem 11 minuta për të zirë dhe të i hedhim në qënë se luga hedhim kështu me delikates. Një lugë drurim duhet letosh. Digjë. Ku mund të jetë? Që? Që nësë apishim edhe formën. Në që se luga nuk është edhe shumë e madhe, po edhe pëse s'duke se shumë, po i hedh një lugë e gjysëm krip. Si që është ati. I përzijem që të marrin gjitha me mënyrë të një trajqme. Dhe ndërkohë, i zi me kapak të hapur, ose me gjysëm kapaku varet, të ja lej për momentin shtu, që edhe mos të derdhe të ujë. Kapi? Po, bravo. Për që shto, mëse më shë, Lori, mëse më ndro. Jo, nuk ndroj. Hedhim vaj ulliri kështu me sy. Me gjithë se na se përdorim finin. Unë e kam merësisht frikë për vete. Edhe hajt nëse bëhet diçka letës, a?
Po, e ke parasysh të atë... E kam parasysh, Lale, e kam parasysh. Bëje ti se s'gje gjë. Po, ani veç bëna bukën, ti... Marim një kokër hudër, e hedhim që ta lëshoj, ose, dhe më thanë, unë fakt, ose mund ta hedhësh kështu edhe, Komplet, dhe më po. thanë, e lejnë derisa të marri një ngjyrë, kjo e lëshon atë shijen e vet, ose më mirë po e krimcoj, po. Puna që t'jap më shumë shije se e drosh shumë e mirë. Ndërkohë, fusim karkalecat të na skuqen. Kemi të pastruar, ja kemi lënë kokën edhe bishtin se është gjuna me ja hesh. Tu kemi gjysmë kile karkalecën. Du të më marrësh, të më mbash mend 11 minutë që me ekstra të letush. Ka kohë një 5-6 minuta. Një 5-6 minuta. Ajde shifi karkalecat i kthen, ndërkohë sa të bëj unë gati hudrën. Lori i posh. Po merri. Mori. Hajde asistente që kam, hajde. Ose hajde bëj hudra, atjera nga të Që dyja. kemi nana kështu s'kena pregadit kur në Kosovë. Ta s'kena mas lumë. Jo, tani, jo, se keni përgatit. Ja, s'ku bëj gore se... Se ulqinin afër e keni pas, apo jo? Po valla. Ktheu mëre. Lori. Që kjo është... S'po kret që kjo, s'po dënë. Uba. Qyshy. A mund të marrësh një pirun? Regullësh. Regullësh. Qëta gjërë të budur që më. Si u bën këto. Si themi ne, uami mami. Ua. E di që po ju vjen zili, po. S'kam sa t'ju bëj, shko blejni edhe bojni. Kushtrim, ti do t'i hash, mos t'i merak. Dashi, kime hëndë, po me rak. Mirë. Qa di Vetëm shë ti pirunin? Pak krip. Nga gati të hedhim kungulleshkët. Kjo recet bëhet edhe në mënyrë tjetër. Në vend të kungulleshkave mund t'i bëjmë me sallat rukola në fund fare, domethënë mbasi përgatitet kjo me domatet me këto të gjitha, në fund para se domethënë ta heqim që është bërë gati, hedhim atë rukolën sipër, domethënë edhe veç pak e përzim që të mbetet si e freskët, kupton? Qyri ato që ti, nësi ja kemi. Po se di, a e pe orën ti, të më duke që janë bërë. Tuk janë bërë. Duke i që. Meri pa kullojnë se edhe veç i kullojnë. Kujtas më së shumë Ike, ndale njërë, kush ishte? Më së shumë zik. Ja. Edhe meri kullojnë, meri një kullojnë se kullojnë. Me gjithë kullojnë se rone këtu. Sa të përfundojnë këto. Oj kulloj se. Për zotin këto karkalecat që kanë me vërtet shumë të freskët, po më duket sikur i kanë si nga dezët aty. Shumë të mirë. Zakonisht kur shkoj me ble peshk, i them aty në aman më tregonit vërtetën se unë e di kur është peshku jo i freskët. Kështu që nuk ma hidhni dot. Më mirë më thoni që Lori sot se kena peshk me freskët, më mirë mos merë. Sësa me më hedhë hitë syve. Të bë. Marim tomatinat me gjithë hudrën. I hedhim. Këto tani nuk i lejmë edhe shumë, sepse këto tomatinat e kanë lezetin që t'jenë jo, dhe më thënë, të skuqura deri në maksimum. Bile edhe pak se të gjallat jeni e kanë shirë më të mirë. Ndërkohë hedhim prap pak krip. Shtu me dorë. Me sy. Edhe i përzim dhe bëjmë he përzilo po gati.
Shkura. Na erdhi kush musafir, po më duket në Xile. Me thonë drejtën nuk ka edhe shumë këtu tani sa për mysafir, se jena boll këtu për të hangër. Sot s'pranojmë, a pranojmë mysafir sot? Po mërë pse jo? Shtëpi e madhe jena na. Na jena shtëpi e madhe. Në fakt ata guzhinierët profesionistë bëjnë kështu, po sa të bëju në një të pa bërë këtu, përzi me luft. Mirë, që të lejmë pak kështu. Marrin këto shije në njëna tjetrës. Se që mi po? E shumë e bukur shumë, si këtu i shoh, duket që na kanë nxjerrë shumë. Jo. A thua? 11 minuta. Atëherë, si borzilokun shpejt. A me prej copa veç kështu do me marrë? A do me ta prej apo? Këputi kështu fije. Puti fije, do Shtu më në tysha? fleta, me fleta. Ashtu, po, edhe veri këtu, veri te kjo. Që? Tani para se të... Kjo është mbas dëshirës, vere bardh, sepse këte kemi gati tani, para se të hedhim borzilogun dhe ti përzijem, i hedhim shumë pak ose jak shumë me sy, sa për shije, verë të bardh, sepse kjo i jep një... Po tash, kjo është mbas dëshirës. Më thënë, qëfëse do. Që borziloko? Urnani? Me hedh. Kjo është për shuarje për ndryshe, si thajnë kuzhinierët. Ja jep një aromë shumë të mirë. Dhe, tani edhe borzilokun. Edhe borziloku është mbas dëshirës me shopin me sy. Si sa? Unë nga që e dua shumë borzilokun, e përdor shumë, sa më shumë të ketë për Tamam, e pas mua, na bo me si. aq më mirë. Ti të kam yll. Dhe tani i përzijem këto. Shpresoj që të na i marri kjo birë, po, se na janë gjitur këto është dashur. Në qoftë se nuk kemi dhe shumë, se kemi shumë të lëngshme këtë salcën, mund të ruajmë nga tagliatelet, i pas kemi zjerë shumë. Mund të ruajmë pak lëng, edhe që sepse ai lëngu pastaj ja hedhim këtu, është akoma dhe më i mirë. Ma jep edhe një pirun, lutem? Se kanë zjerë aq shumë sa janë bërë si... është dash edhe më pak me zi. Me qenë më al dente dhe më... Ndoshta gabum që i hodhëm më përpara se ç'duhet. Tani e i përzijem me kujdes. Mund ta ndalim këtë, ndale. Sepse kjo është gati. Dhe që të marrim shijen e njëra tjetrës. Loria, ke harru diçka po më duket? Më duket që po, kam harru piperin e zi me jahet. Shqyr që të kam... Tani jo s'po bën. Se nga shpejtësia, po nëse ishte mirë që t'ja hedhni më përpara, po dhe tani kur nuk është bon. Mund t'ja hedhim edhe në pjatë, gjithë cili si mas dëshirës, kështu që s'është problem. Kjo është gati. Se unë e du shumë biberin e zi. Besoj që është e bukura, shumë. Kjo është receta jonë për sot. Tagliatelle me karkaleca, me tomatine, kungulleshk, borzilok, vaj ulliri, perci, që harrova, pak verdë bardhë si mas dëshirës, edhe kryp. Shpresoj që t'ju pëlqej.